Nderuar miq, do të flasim për protestën kombëtare e cila ishte mbrëmë më e madhe se të gjitha netet e tjera për shkak të numrit të ardhur nga diaspora të shqiptarëve nga jashtë, nga gjithë shtetet e Europës, por edhe përtej oqeanit, një protestë me mesazhe të qarta, u rrethua kryeministria. Vendimi i tyre është për të mos u tërhequr deri në fund, po ashtu edhe i kryeministrit për të mos lëshuar pe. Megjithatë, si mund shkoj kjo punë, ne do të flasim me kolonelin e nderuar Hajro Lima, i cili ishte pjesë e protestës e folës aty. Kolonel, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Kolonel, a ka një rrugëzgjidhje, një platformë, si mundet hap pas hapi të tejkalohet kjo duke lëshuar pe dhe palët? Po. Nëse Edi Rama do ishte një udhëheqës demokrat, problemi shumë i thjeshtë. Do jepte dorëheqjen Edi Rama dhe institucionet e tjera shtetërore do vazhdonin të shmangin krizën e mëtejshme dhe të zgjidheshin problemet politikisht, ekonomikisht, diplomatikisht dhe të mbrojtjes. Por për sa i përket edhe platformës së shpëtimit kombëtar, si mund të vazhdoshe më tej? Po të marrim skenarin që Rama e dha dorëheqjen, a është gati lëvizja për të qenë brenda sistemit? Që të trajtosh këto probleme duhet të jesh shumë i studiuar dhe të shikosh se si kanë zgjedhur këto kriza jo të përmasave të shtetit të tjera. Duhet të ndosh mjaft mirë ligjshmërinë dhe kushtetutën e Shqipërisë. Problemet nuk janë fare kaq të pazgjidhshme krizë ka bërë Edi Rama dhe gjykata kushtetuese me SPAK-un. Sepse nëse gjykata kushtetuese do ishte me gjithmonë institucioni pavarur që ka ligji, nuk ka pse pyet asnjë, po thirrjen e madhe që po bën populli për dhënien e hapësirave toksore detarëve të huajve nga Edi Rama, e ka detyrë kushtetuese në bazë nenit 1, 2, 3 kushtetutës që të shikonte këto marrëveshje janë antikonstitucionale apo jo. Dhe ashtu siç bëri me detin me Greqinë, do bënte tani do kisha anulluar më një herë marrëveshjen Sazani dhe Zvonesit dhe populli do largohej nga dallga e parë fuqishme. Dhe pastaj do kërkonte revolucionin e madh për ndryshimin e sistemit politik, ekonomik, diplomatik dhe të mbrojtjes nga 92 deri më sot për të vendosur shtetin demokratik dhe ligjor jemi tepër vonuar. Kolonel, ju për një periudhë, një qeveri 1 vjeçare. Tani, duke qenë se Edi Rama nuk po jep dorëheqjen, dhe ai nuk mund ta jap dot dorëheqjen se ka hyrë shumë thellë dhe nuk e lë Serbia, nuk e lë Izraeli, nuk e lë Sorosi në Amerikë, sepse largimi i tij do të humbasë të gjitha përfitimet e mëdha që kanë në Shqipëri, po kryesorja objektivi strategjik i tyre për shkatërrimin e Shqipërisë, dhe ky është misioni i tyre, atëherë duhet që gjykata kushtetuese të bëjë urgjentisht anullimin e marrëveshjeve, ndërsa SPAK-u të kërkojë urgjentisht heqjen e imunitetit Edi Ramës dhe fillimin e indeks penale. Nëse kuvendi ku janë deputetë e listave të mbyllura të Edi Ramës nuk i heqë imunitetin, duhet fillojnë me një herë hetimet siç i bërën Ballukun në Gjirën të Lirë ta thrasin në SPAK. Dhe vazhdimin e një rënami demonstratave, në anën tjetër vendimi i gjykatës kushtetuese, në anën tjetër SPAK-u që janë institucione të pavarura dhe duhet veprojnë urgjentisht, do ta detyronte Edi Ramën të rrëzohej. Rrëzimi i tij kërkon patjetër krijimin e qeverie teknike, jo partijake, 12 mujore, ku të jenë intelektualë me nivele të larta avdetare dhe shkencore për kapërcimin e kësaj krize. Në muajin e 8 të kësaj qeverie teknike të zhvillohet referendumi popullor, ku populli të shtrohet kryesori të gjitha ligjeve dhe vendimeve të ministrave në 92 deri më sot, dhe populli me shumicë votash vendosi çfarë do heqi dhe çfarë do mbajë. Përfundimet e referendumit janë ligj për të pasqyruar edhe në kushtetutë.
Me përfundimin e kësaj referendumi do kalohet në zgjedhjen e përgjithshme, por në pyetjet që do t'i bëhen referendumit do jenë disa midis tyre përveç anullimit të gjitha ligjet dhe marrëveshjeve që kanë synuar sigurinë, mbrojtjen kombëtare, kanë synuar pasurinë kombëtare, kanë synuar gjithë pasurinë toksore mbi toksore që merr mafia e huaj me kryeministrat, do kërkohet Presidenti i Republikës të zgjidhet nga populli dhe jo nga kuvendi. Kryeministri ka drejt të zgjidhet vetëm 2 herë nga 4 vjet. Anëtarët e gjykatës kushtetuese të zgjidhen me Ullet numër deputetëve në 140 në 80 si pas përbërjes popullsisë. Pensioni minimal, që në teknike, 400 euro. 400 euro që të mund është bërë me llogari nga ekonomistët dhe shkencëtarët kemi neve, duke marrur sekuestrimet e gjithë pasurive dhe bjedhjeve madhore që kanë bërë gjithë rekordave dhe duke kthyer në lek. Sekuestrimi të gjithë pasurive të dukshme pa dukshme të politikanëve, qeveritarëve dhe të mafjas shqiptare dhe të huaj që ka pushtuar Bregdetin nga butrini që jenë. Dhe në teja do kërkohet rivendosja e dënimit me vdekje për politikanët dhe qeveritarët që shkelin sovranitetin të territoriale dhe kryen veprimtari kriminale, ekonomike, kishë rasti konkret. Kolonel, jemi me afër skenarit bulgar apo ati dhe serb që u tërhoq Kushneri? Problemet janë tepër të qarta dhe nuk ka asnjë lloj vështirësie për të zgjidhur. Por ne nuk kemi shtet demokratik ligjor, po kemi shtet kryeministror. Kryeministri i Shqipërisë ka pushtuar gjitha pushtetet. Presidenti është kthyer noter, kuvendi është kthyer në shërbim të tij, me lista të mbyllura, gjykata një hapur para dy mbrapa, jo. Pra shteti shqiptar është komplet i bllokuar. Dhe ka 2 lloj kush është shteti. Grushti ushtarak për rrëzimin e qeverisë tradhtare dhe grushti i kryeministrit në rrugë institucionale. Bllokimin e gjithë institucioneve dhe Shqipëria sot nuk funksionon. Është komplet bllokuar. Kolonel, ju më tha që Turqia ka reaguar për situatën në Shqipëri. Po. Dhënia e Sazanit, Kushnerit dhe Ivankës, që faktikisht nuk janë ata investitorë, po ata janë çadra që do të mbulohet Rama, ato që ka për Shqipëri se investitorë janë të tjerët, janë dy arabët, tronditi të gjitha shtetet që janë në kufi dhe mëteja që kanë lidhje me sigurinë e tyre kombëtare. Turqia e pa që Izraeli mas i mori Kipron e Jugut dhe u afrua shumë me Greqinë, mbriti në ishullin më strategjik të Otrantës, te Sazani i Shqipërisë dhe botë shqiptare. Dhe dihet mjaft mirë objektivat strategjike dhe qëndrimet e Turqisë me Shqipërinë. Prandaj Erdogani mblodhi urgjentisht kuvendin para 5 ditësh, bëri deklaratë që Izraeli hyri në Adriatik, mori Sazanin strategjik dhe me kaq e mbylli. Ndërsa Ardje i urdhoi qeverinë e Turqisë të dërgojë shkresën Edi Ramës, të kthej borxhin që ka Turqia Shqipëria 1.2 miliard dollar që nga viti 92. Borxh të cilin e kishte lënë heshtje të ngrirë dhe tani duke qenë se Rama u bashkua me armikun numër 1 të Turqisë me Izraelin, po e vuan populli shqiptar për politikën antikombëtare të Edi Ramës. Kolonel, ju thoni që sjellja e ambasadorit të ri amerikan në Tiranë do të varet në raport si do jetë ai me Izraelin. Shtetet e fuqishme si që është Amerika, Anglia, po disa shtetet tjera, në vende me kriza dërgojnë ushtarak madhor që kanë dhënë pension, bile edhe që mobilizojnë para kohë dhe dërgojnë. Edhe ky veprim i plotësimit të një hapësire disa veçare, pa ambasador në Shqipëri, por në ngarkuar me punë, edhe ky me shumë vështirësi se 7 dhe 6 kongresmen nuk e votuan
u mirakua për të ardhur ambasador në Shqipëri. U dërgua në Shqipëri një kuadër i lartë ushtarak, sepse Shqipëria është në një krizë vetjake, por njëkohësisht është në një Ballkan të ndezur, që nuk ka sigurira të ndeshme. Dhe është i vetmi ambasador amerikan në Ballkanin Perëndimor. Ai foli në kongres ku kërkoi votat dhe tha: nëse do më miratoni, objekti im kryesor do të jetë lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar qeveritar dhe mbështetja e SPAK-ut për këtë punë në Shqipëri. Pra, objekti strategjik është shumë i saktë, por të shikojmë në veprimtarinë e tij konkrete, sepse Izraeli ka influenca shumë të mëdha në Amerikë dhe veçanërisht edhe në drejtimet ushtarake, kur unë kam një listë të madhe kush janë kuadër kryesor në Amerikë në origjinë hebrej. Kolonel, edhe një pyetje të fundit kam. Si do të jetë fundi i Ramës e Berishës, duke qenë se ju keni dhe kontakte direkte me diasporën? Atë që po ndodh sot, ma keni thënë që para 9 muajsh që do zgjidhej situata. Tani po shtoj diçka. Edi Rama është non grata i pashpallur në letrën në Bashkimin Evropian dhe në Europë. Sepse Edi Rama ka dalë jashtë qëndrimeve politike dhe diplomatike të Bashkimit Evropian dhe të Shtetit Evropiane, sepse Bashkimi Evropian dhe Kryeministri i Bashkimit Evropian nuk e njohin bordin privat të paqes të Trumpit, ku Edi Rama shkoi me vrap atje. Ashtu siç edhe Bashkimi Evropian, Netanyahu është pjesë e mosnjohjes, sepse është akuzuar dhe ka dhënë urdhë arrestimit të krimit kundër njerëzimit dhe Edi Rama vrapoi në Izrael. Ashtu që Edi Rama me Sali Berishën me vrap bën ligjin që Irani të jetë shtet terrorist. Pra, Edi Rama është një grata europiane, e Parlamentit Evropian, e cila u shpreh dhe dje dhe pardje në qëndrimet e tyre zyrtare, se Bashkimi Evropian për flas me butësi dhe e kupton ai që ka tru dhe mendon për Shqipërinë. Dhe hodhën poshtë të gjitha marrëveshjet dhe kontratat që ka bërë ai në hapësirat bregdetare të Shqipërisë, se bien në kundërshtim me ligjet që zbatojnë shtetet europiane për mbrojtjen e territorit të tyre. Kolonel, të falenderoj shumë për bisedën. Të jam mirënjohës edhe në emër të diasporës sidomos. Po, të diaspora. Po, në emër të tyre të jam shumë mirënjohës sepse kam shumë mesazhe, komente nga diaspora shqiptare. Po vazhdoj po të sqarojte. Po se unë dje nuk isha plan të shkoja në podiumin e Fisja. Sepse, siç e dini ju, kam përdorur më shumë rrugën mediatike televizive, shtypin dhe takime konfidenciale dhe koordinuar. Por dje më morën telefon njëri kisha në Itali që e njoh dhe më tha duam një takim urgjent. Dhe unë erdha në një kafe të kujdesshëm. Kur ula në kafe zbritën nga 2 makina 6 veta, 5 burra dhe një femër. Po të themte, nuk më ka ndodhur në jetën time as luftën e Skotja shtetit, as luftat e 97-s, ulën në tavolinë dhe njëri prej tyre nga mati i ra me grush tavolinës. Cerri në kafe dhe nuk vjen sheshin e burrave. Të kemi dëgjuar në televizor dhe duam. Cerri këtu. Ndonja i tronditur, jo nga Afrika, po nga mënyra e sjelljes. I thash, si e ke punën? Erdhëm të të marrëm të bishtë të ka diaspora, të kërkojnë shumicë e diasporës të klasës për atyre. Dhash ujin dhe u thash, i lutem shumë jepni kohë. Ikën dhe u komunikova me 2-3 njerëz të afërt se si do veproja, sepse nuk kam hallin e azhisimit. Problem veprimit. Dhe ato më morën. Por nisi makinën me 2 bodyguard nga neve. Erdhi e mori makina, më zbritën të tuna, njëri për para të mbrapa dhe më shuan drejt e të podiumit ofisja. Dhe më morën prej ndeja dhe më dorëzuan më nuk më morën. Pra, diaspora e ndihem më shumë se është politika e Edi Ramës dhe Sali Berishës që braktisën adheun që lanë prindërit e tyre pa fëmijë. Prandaj ata janë më të ndjeshëm se neve dhe falenderojte një pjesë e tyre e cila janë bërë pjesa ine komunikimit elektronik për mbritjen e kësaj situate. Me në krye jurist të shkëlqyer në Austri
i cili nga pikpamja juridike unë ja qoj dhe ai përpunoj dhe ja kemi quar gjykatës kushtetuese dhe SPAK-ut për të vepruar brenda kushtetues për arrestimin e Edi Ramës. Kolonel, të falenderoj shumë për bisedën. Mirupafshim.